Atëherë, sot Kuvendi sapo miratoi ngritjen e një komisioni për reformën zgjedhore, i cili ka një qëllim të vetëm, është zhdukja e partive të reja. E ngritën këtë komision, thonë që kanë negociuar me njëri tjetrin, gjoja do përmirësojnë nivelin e zgjedhjeve të ardhshme, këtë gjë kanë bërë para çdo zgjedhjeve dhe i vetmi rezultat që ka dalë nga këto komisione ka qenë thjesht një sistem i prerë dhe i qepur vetëm për ata në favor të tyre. Na kanë përfshirë pa na pyetur, e morën vesh nga lajmet, pastaj vinë këtu dhe votojnë. Ne jemi të vetëdijshëm që do na luftojnë. Do na luftojnë sepse kanë 35 vjet që së bashku e kanë shfrytzuar dhe kanë kapur shtetin në favor të tyre, për interesat të tyre personale, janë pasuruar vetë, dhe ndërkohë shqiptarët vetëm mundësi që kanë patur ka qenë ajo që të largohen nga Shqipëria. Jemi të vetëdijshëm për të vështirësi, do luftojmë brenda në parlament dhe jashtë parlamentit, pavarësisht synimit të tyre jo vetëm për të vrarë partitë e reja, por të vrarë demokracinë, atë pak demokraci që ka mbetur në Shqipëri. Si do luftoni brenda parlamentit, zoti Shej, ku ndërkohë gjithë debati bëhet në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe janë dy forcat kryesore. Ju si do arrini që këto dy forca të mëdha, siç pretendoni ju, mos ju shuajnë partitë e vogla? Atëherë, e vetmja gjë që ne kemi në dorë është të flasim me votuesit dhe të fitojmë besimin e votuesve. Në komision, praktikisht, jo vetëm në komision, por edhe në kuvend, ju e dini, ne kemi 2 vota, 2 deputet, dhe kështu që është e qartë që vetëm me vot ne nuk e bëjmë dot. Por kjo është një rrugtim i gjatë, kjo është detyra jonë. Pavarësisht se jemi me 2 deputet, pavarësisht se ne nuk i ndalojmë dot nëpërmjet votës brenda parlamentit, ne do denoncojmë, do flasim, do themi, do ngrëmë zërin për padrejtësitë që bëjnë, jo vetëm nuk na bëhet ne si parti politike e re, por që bëhet shqiptarëve për të mohuar atyre një alternativë që nuk janë 2 partitë e vjetra të mëdhaja që ka patur Shqipëria. Ju votuat kundër komisionit sot, por gjithsesi do të merrni pjesë në komision? A do të bëni propozime ashtu siç? Shikoni, ju lutem. Keni inkarigje. Atëherë, komisioni për reformën zgjedhore është ngritur për të vrarë partitë e reja. Është i gjithë një teatr. Dhe ne nuk bëhemi pjesë e teatrit, gjoja me propozime, me kritika, ne do flasim për reformën zgjedhore, ne do flasim për atë që po gatuajnë këto 2 parti, por nuk ka rëndësi nëse flasim aty, apo flasim në parlament, apo flasim në media. Ne nuk bëhemi pjesë e llumit, sepse reforma zgjedhore ka një qëllim, të vrasë partitë e reja. Ky është qëllimi i tyre. Nuk e favorizon zoti Shehaj kjo mos pjesëmarrja juaj në komision, për shkak se do të ketë automatikisht shumicën majoritare. E kanë, shiko. Ata e kanë, nuk ka si pretendim, sepse ata nuk favorizohen as nga prezenca jon, as nga qenia jon brenda në komisionin. Ata e kanë votat, kështu që nuk është ajo që mund të bëjmë ne, është të flasim për problemin e vërtet që kanë zgjedhjet. Dhe problemi i zgjedhjeve është sidomos financimi i partive politike nëpërmjet parave të korrupsionit dhe ndikimi i jashtëzakonshëm mbi mediat, mos themi kontrolli që ata kanë nëpërmjet parave, nëpërmjet pushtetit politik mbi mediat. Ky është problemi kryesor i demokracisë në Shqipëri, i zgjedhjeve në Shqipëri. Këto që për cilat do flasin ata, ju garantoj që kanë vetëm një qëllim. Qëllimi është që mos të lejojnë askënd që të dali si alternativë, ata të jenë vetëm alternativë e këtij vendi. Faleminderit. Faleminderit.